Miqtashur, ky është një lajm me rëndësi për të gjithë ata që nesër me 2 shkurt duhet të shkojnë në punë, në shkolla, në studime apo dhe në kopshte me fëmijë dhe kudo tjetër. Gati në të gjithë Gjermaninë nesër do të ketë greva të transportit publik urban. Sindikatat kanë paralajmëruar greva të trafikut me tramvaj e autobus pra në trafikun urban e do të ketë probleme edhe me trenat në veçanti me ata lokal. Sindikata Verdi ka bërë thirrje pra për greva gjithandej. Landi i vetëm ku aktualisht akoma nuk dihet se si do të jetë puna është në fakt Niedersachsen apo Saksonia e poshtme, por edhe atje duhet të planifikoni kohën e domosdoshme që të shkoni në punë, në shkolla e fakultete apo dhe në kopshte dhe vendet e tjera ku duhet të shkoni patjetër. Kjo do të thotë që edhe ata që udhtojnë me avion duhet të planifikojnë kohën e domosdoshme, sepse mund të ketë pra probleme jo vetëm në trafikun publik, por edhe në rrugë, deri në aeroporte dhe vendet e tjera për shkak të rrëmujës, për shkak të numrit të madh të makinave, por edhe për shkak të ngritcave. Nga shumë rajone të Gjermanisë njoftohet se gjatë natës mund të ketë pra rreshje bore dhe shiu që mund të krijojë ngrica e akull në rrugë dhe probleme të mëdha. Gjatë natës deri të hënën në mëngjes pra priten edhe rreshje në veçanti në perëndim dhe veri perëndim të Gjermanisë, por rreziqe nga akulli dhe nga ngricat në rrugë ka edhe në rajonet të tjera. Edhe në landet lindore njoftohet për probleme të mëdha në komunikacion që mund të ketë. Shërbimi meteorologjik i Gjermanisë njofton se gjatë natës do të ketë temperatura deri në -9 gradë Celsius në disa zona lindore. E probleme në trafik janë paralajmëruar pra në fakt gjithandej. Ndaj planifikoni me kohë qysh sonte udhëtimin në veçanti në punë, sepse nëse nuk e dini, grevat apo problemet në rrugë nuk janë shkak i mjaftueshëm për të munguar në punë. Ndaj, nëse keni eventualisht probleme apo e dini që mund të keni probleme, më mirë të kontaktoni punëdhënësin tuaj me kohë apo të planifikoni udhëtimin më të gjatë se sa normalisht. Unë megjithatë ju uroj të keni një rrugë të mbarë, të mos keni probleme, por megjithatë nuk do të ishte keq nëse njoftoni edhe të tjerët që eventualisht nesër duhet të udhtojnë për në punë, në shkolla, në fakultete apo dhe në vendet e tjera. Faleminderit dhe mirupafshim.